Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë në qarkun e Shkodrës kanë evidentuar disa vepra penale të cilat bën të ditura si më poshtë. Specialistët e seksionit për hetimje e narkotikëve ndaluan shtetasin GQ 50 vjeç, pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, kultivimi bimëve narkotike, e kryer në bashkëpunim. Nga hetime dyshohet se ky shtetas në bashkëpunim me familjarët e tij ka kultivuar 1600 bimë narkotike në tokën pranë banesës në fshatin Aliaj. Bimët janë gjetur dhe zgjesuar nga policia me datën 6/9/2025. Po ashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rregor kanë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin MF 58 vjeç, banues në fshatin Bleran, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër kanë referuar materialet në prokurori edhe për dy raste të tjera. Një shtetase 14 vjeçare ka fyer një 15 vjeçare në rrjetet sociale dhe ka përhapur informacione të rrem për të. Ndërkohë, rasti i vdekjes së shtetasit LO 56 vjeç në fshatin Alimetaj po hetohet për arrest kardiak. Nga stacioni i policisë në Velipoj janë referuar materialet në prokurori, ku ka nisur procedimin e gjendje të lirë për shtetasen FM 63 vjeçe, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje përkatëse, ndërsa shërbimet e policisë në Puk kanë referuar materialet për zjarrin e rënë në një autovetur që drejtohej nga një shtetas e cila është djegur tërësisht.